Arrestimi i presidentit të Venezuelës Nicolás Maduro nga ushtria amerikane dhe nxjerrja e tij për gjykim në New York ka shkaktuar një reagim të fortë nga Kina, duke hapur një përplasje të re diplomatike mes Pekinit dhe Washingtonit. Diplomati më i lartë kinez, ministri i jashtëm Wang Yi, akuzoi SBA-n se po sillet si gjyqtar dhe polici botës, duke shkelur parimet e sovranitetit dhe ligjit ndërkombëtar. Pa përmendur drejt për drejt Shtetet e Bashkuara, Wang theksoi se asnjë vend nuk ka të drejtë të veprojë mbi të tjerët pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Çështja u zhvendos menjëherë në Kombet e Bashkuara, ku Kina dhe Rusia mbështetën kërkesën e Kolumbisë për debat urgjent në Këshillin e Sigurimit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi se ky veprim mund të krijojë një precedent të rrezikshëm. Pekini e cilësoi arrestimin si përdorim të pajustifikuar të forcës dhe paralajmëroi se mjetet ushtarake vetëm sa thellojnë krizat. Analistët vlerësojnë se ndonse Kina nuk ka shumë hapësirë për ndihmë konkrete ndaj Venezuelës, roli i saj diplomatik dhe retorik do të jetë kyç në mobilizimin e vendeve në zhvillim kundër SBA-s. Pekini pritet të udhëheqë presionin politik në OKB, ashtu siç ka bërë më parë me vende të sanksionuara si Irani dhe Zimbabwe. Ngjarja përbën një goditje serioze për Kinën, pasi Venezuela është një nga partnerët e saj strategjik më të afërt në Amerikën Latine. Marrëdhënia u ndërtua gjatë epokës së Hugo Chavez dhe u thellua në Nicolás Maduro me investime kineze në sektorin e naftës dhe infrastrukturës, duke i dhënë Caracasit një litar shpëtimi ekonomik përballë sanksioneve perëndimore. Në sfond qëndron edhe frika e Pekinit se veprime të tilla amerikane minojnë iniciativën e sigurisë globale të presidentit Xi Jinping dhe besimin e vendeve latinoamerikane te Kina si partneri i qëndrueshëm. Në thelb, arrestimi i Maduros nuk është vetëm një çështje ligjore apo venezueliane, por një përballje e hapur gjeopolitike, ku testohen kufijtë e fuqisë amerikane dhe ambicia e Kinës për t'u paraqitur si alternativë ndaj rendit udhëhequr nga SBA.